Një ditë kur kalon dhe profeti alayhi salatu wasalam kalon të në treg, shef dikë prej njerëzve i cili po shiste drithin dhe drithi po e kapi ujë, fillon edhe myket dhe atë të mykurin ai e kishte vënë poshtë kurse të mirin e kishte vënë sipër, ke thesi. Dhe kur e shikon profeti alayhi salatu wassalam që i keqi, i mykuri, i prishuri ishte poshtë dhe ai i miri ishte vënë sipër për ta zbukuruar mallin dhe për të gënjy, sa ajo është gënjeshtër, pra që ti je shfaq sikur malli është i mirë komplet, ndërsa poshtë ishte i prishur, tha men ghashana falaysa minna. Ai i cili na mashtron ne ose mashtron dikë prej nesh, nuk është prej nesh, subhanallahu. Ai i cili na mashtron ne, bën një mashtrim ndërmjet nesh, duke mashtruar në një marrëdhënie të tillë, pra, që tjetri t'ia shet për të mirë dhe e keqe, nuk është prej nesh, thot subhanallahu. Sa fjalë e rëndë kjo edhe sa fjalë e madhe për profetit alayhi salatu wassalam.